O mos ban film, mos ban film, se Allah nuk rrehet. Nëse s'del ti me ezan sabaj në xhami, se ki gale për musliman, po i tu bo muhabet veç. Na kena ngatru diçka. Telat janë ngatru dikun. Sahabët e pejgamberit s'kan bëu kështu vëllazër. Sahabët e vetëm në emër të dertit për fe, si ka ik farzë aty. Në emër të ai pido shumë musliman, si ka ik farzë aty. Po është mirë me të dhimbë musliman, po nuk mundet më të dhimbë ai më shumë se vetja. Ti çafën tonë si të liru bizarë, më as kemi lirua. Ti çafën tonë, ti e kije xhenetin 300 metra, 1 kilometër, si tu dal. Badlul majhud, jep maksimumin. Ai çka se jep maksimumin tash, se jep as minimumin më vonë. Ora më thënë. Ai çka se jep maksimumin. Do tash jep maksimumin. Kur do më dhon vëllazër? Kur do më dhon? Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith Imam Hakimi në Musnedin e tij, ha. Ka thënë shfrytëzoj 5 para 5, njëra prej tyre wa sihhataka qabla maradik. Shfrytëzoje shëndetin tan para smundjes tane. Para smundjes tane. Kur smundesh, a ke pa kur smundi? O, vetë sa të shnoshna, 5 vakt në xhami, zakatin e jap, agjërimin që të baj. O ve po, ti sa të çohesh në kam, apo ti ketër rrotullon më sanela. Ti ketër rrotullon. Ti çetër shka. Kur smundesh, ka thënë ai sallallahu alajhi wasallam, dhe shfrytëzoje kur je i lirë para se mu angazhue. Ti nëse beqar nuk del me fal namazën në xhami. Çfarë ta marrë kur të martohesh? Ti pa fëmijë i martum, s'po del në xhami. Po kur janë nisur me të fëmijë, ti pa angazhuar me asnjë angazhim, kur slip kur gjë, nuk e kryen detyrën. Para më kur të ngarkohesh. Kur ti kur ngarkohesh, ti pa arsye s'ki dal, më me arsye nuk çofna. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja 23-a është që ta jepsh maksimumin vëllazër. I jep maksimumin Zoti të shef. Zoti të shef. E keni pa plot me njerëz që thonë, për shembull, i morin skenat, atje musliman t'ja tu hek, atje musliman t'i vrasin, atje musliman t'i djegin. Lush me Allahun që Allah t'i ndihmon. Mirë po, a është kjo arsye ti më u mërzit në qajtore? Allah, sa shumë janë të hek. O, mos ban film, se Allah nuk rrehet. Nëse s'del ti me ezan sabaj në xhami, se ki gale për musliman, po i tu bo muhabet veç. Po dhe shkive më janë t'ju dhimbë të tëna, e ditë këtë. Sa shki bile, ato dalin protesta, e ato dalin i bojnë plot pi punëve çka rezistojnë kundër këtij zullumi. Ai be që në xhenet ka më shkuar? Jo. Për këtë arsye vëllazër, sa prej jetojnë filmin. Zemra me zemra, sa ato mdhim për musliman. Edhe kur ta shif ka të regjim se ka zonë gjumi, për këta natën ka po polemik për fe. Na kena ngatru diçka. Telat janë ngatru dikun. Sahabët e pejgamberit s'kan bëu kështu vëllazër. Sahabët e vetëm në emër të dertit për fe, si ka ik farzë aty. Në emër të ai pido shumë musliman, si ka ik farzë aty. Cili sahabë ka ik? A dini se sahabët janë ngushëlluar me njëri tjetrin kurse kanë pa njërin në xhami se ka fal namazin. Ka shku të shpjegoj kanë thënë, vëlla ngushëllime se të ikin 100 ja.